7 muaj pas tragjedisë në Koçan, ku humbën jetën 63 persona, nuk ka akuzë kundër policëve që janë nën hetim nga prokuroria e ndjekjes së krimit të organizuar dhe korrupsionit për lëshimet e tyre të mundshme që më vonë rezultuan në një nga tragjeditë më të mëdha në historinë e kohëve të fundit të vendit. Nga atje deklarojnë se aktakuza është ende duke u përgatitur, provat e mbledhura në lidhje me incidentin në fjalë po analizohen, ende nuk ka aktakuzë për rastin. Megjithatë, kur të përgatitet, publiku do të informohet në kohë, thonë nga prokuroria e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Hetimi po zhvillohet kundër 30 policëve, të cilët akuzohen se nuk kanë kryer inspektim të hollësishëm si punonjes të stacioneve policore në Shtyp dhe Koçan, në kohën kur klubi të natës, prokuroria themelore për ndjekjen e krimit të organizuar, Puls, i u dha licenca për punë në pjesën e ruajtjes së sigurisë dhe rendit publik. Prokuroria themelore për ndjekjen e krimit të organizuar filloi hetimin menjëherë pas zjarrit, fillimisht kundër 7 policëve, kurse në prill hetimi u zgjerua për të përfshirë 10 të tjerë. Në muajin qershor hetimi përfshiu 13 policë të tjerë. Megjithatë, deri më sot nuk ka pasur aktakuzë, kurse prokuroria përkatëse nuk është përgjigjur nëse mund të ketë zgjerim të ri të hetimit. Ndërkohë, më 19 nëntor, në sallën e gjyqit të Idrizovës do të fillojë seanca kryesore për rastin tjetër që po zhvillon prokuroria themelore publike. Në këtë rast, ka akuza kundër gjithsej 37 personave fizik dhe juridik, por së fundmi u zbatua se disa inspektor nga drejtoria e të ardhurave publike janë gjithashtu nën hetim, kurse të njëjtit janë pezulluar nga puna teksa hetimi vazhdon. Përveç drejtorisë të ardhurave publike, prokurori publik i shtetit një muaj më parë tha se po heton edhe institucione të tjera, por deri më sot prokuroria nuk ka zbuluar më shumë detaje.